Mund Yeah, but we have the Prime Minister and the Yes. I think we should start. Yes. Shkëlqësia juaj, Kryeministër Haradinaj, Your Excellency Ambassador Delawi, dear guests, të nderuar mysafir, dragi gosti. Good afternoon and welcome to the launch of the report Understanding Push and Pull Factors in Kosovo Primary Interviews with Return Foreign Fighters. Intervistat me luftëtarët e huaj të kthyer dhe familjet e tyre. Simin e raportit të kuptuarit e faktorëve shtytës dhe tërheqës, intervistat me luftëtarët e huaj të kthyer dhe familjet e tyre. Dobar dan i dobrodošli na prezentaciju izveštaja shvatanje faktora privlačenja i odvlačenja na Kosovu, izveštaj o prvobitnim intervjuima sa borcima, povratnicima i njihovim porodicama. I would kindly ask you Do t'i kisha lut tani përzemërsisht që t'i ndalni telefonat mobil. Isključite vaše mobilne telefone. Please use channel. Ju lutemi të përdorni kanalin 2 për përkthimin e gjuhën angleze. Numër 1, prevod na srpskom jeziku prenosite na kanalu broj 3. To welcome you to this important Këtë event të rëndësishëm ftoj Alessandra Rokasavën, përfaqësuese e Kombit të Bashkuara. Të UNDP së më falë. Mirëdita të gjithëve. Më vjen keq për ata që po qëndrojnë në këmbë. Dua që të përshëndes së pari kryeministrin e Kosovës, zotin Haradinaj, pastaj ambasadorin e Shteteve të Bashkuara, zotin Delavi, përfaqësues pastaj zotin Gashi, zotin Berisha në Imregjen dhe të gjithë ambasadorët që po shoh këtu të po shoh fytyra shumë të rëndësishme, zyrtar të lartë, ministrive të ndryshme, media, miq të Kosovës,
se keni ardhur, ju falenderoj që keni ardhur. Mendoj se kemi në vlerësu duke kemi kalkulu mirë numrin e personave të cilët do të na bashkangjiteshin në këtë sesion të pasdites, mirë po më lejoni që të filloj. E di se çfarë po mendoni tani. Edhe një raport tjetër dhe asnjë s'mund të dalë prej tij tutje. Qysh prej vitit 2014 ndoket ka qenë koha kur UNDP ka punuar në zhvillimin e një të kuptuari më të theksuar të ekstremizmit të vëshëm. Ajo çka po synojmë të bëjmë është të adresojmë dhe të lidhim këto sfida, rritjen e ekstremizmit në një renon dhe pastaj të përdorim një qasje, pasi që jemi agjension zhvillimor dhe një qasje të duhur që të vim deri gjithmonë duke marrë parasysh faktin se jetojmë në një shoqëri shumë nacionale. Pastaj njerëzit kanë ideologji të ndryshme, religione të ndryshme dhe aspirata të ndryshme në jetën e tyre. Ajo që ka po mundohet me bëj UNDP është që të përforcojë të kuptuarit e kohezionit vertikal dhe horizontal në shoqëri dhe po ndihmojmë aktërës në Kosovë që të zbatojnë qasjet e tyre kundër konfliktit, po shiqojmë edhe lidhjet për parandalim të konfliktit, mundësitë ekonomike, siç e dini në Kosovë, të gjitha këto janë të lidhura. Pastaj programet e tregut të punës mirë, po dhe gjërat sikurse sundimi i ligjit, drejtat e njeriut dhe përfshirja në procese të qeverisjes të përgjithshme. Nuk ka nevojë që të pra dhe fokusin në të rinjit dhe në kulturat. Jo për shkak se është luks, mirë po është domosdoshmërinë në 2017 duhet të përfshijmë të gjitha shtyllat e shoqërisë. Kulumtimet të cilat i prezentojmë sot këtu janë kredibile, sistematike dhe studime multilaterale të bazuara në intervistat primare, që do të thotë se këto ishin intervista me njerëz të cilët ose janë dënuar, ose janë familjar të atyre të dënuarve. Për shembull, ndonjë rast tjetër që ka shkuar në Siri apo nuk është dënuar për një arsye apo tjetër. Pra duke theksuar se ato çka dëshiron të dinë të gjithë, pse kanë shkuar atje, pse kanë vendosur që ta lënë atë jetën e mirë në Kosovë dhe të shkojnë në Siri dhe në luftë dhe pastaj pse janë kthyer. Pra çka i ka bërë ata që ta lënë atë vend dhe të kthehen prapa në Kosovë. Pra dhe çka presin nga reintegrimi në shoqëri, si mendojnë se të bëhet rehabilitimi i tyre. Dhe tani të gjeturat e raportit duhet të përdoren për planifikim strategjik të mëdhutjeshëm, është e hapur dhe i disponueshëm për të gjithë, jo vetëm për UNDP-n, por për çdo agjencion, për çdo administrat që mundet me shiqur dhe pastaj të vendos në bazë të tij se cili do të jetë planifikimi i tyre në këtë çështje. Pra kemi ekspertin e pavarur të UNDP-s, pra kemi pas 2 persona në të vërtetë të cilët janë ekspert në këtë fushë dhe të cilët do të vinë pashtu në Kosovë në 10 orë, po mundohemi që të bëjmë ulëmtime të mëdhutjeshme me njerëz që kanë më të zhvilluar anën teknike. Dhe ky raport përmban citime të drejtë për drejta, pra gjëra që i kanë thënë njerëzit, edhe pse nuk i kemi përfshirë aty që të rrisim sensacionin, mirë po këto janë gjëra që i kanë thënë këta njerëz dhe ju keni të drejtë ta dini se çka kanë thënë ata. Pra vetëm duhet të demonstroj procesin të menduarit individual. Individët të cilët janë intervistuar për këtë raport, janë intervistuar pra në bazë të vullnetit të lirë, kemi kërkuar nga të gjitha ata të cilët janë dënuar, disa prej tyre kanë thënë po, pastaj kanë ndryshuar mendjen, disa tjerë kanë thënë po dhe nuk i kanë ndryshuar pastaj mendjen, disa të tjerë kanë ndryshuar mendjen, vetëm pasi kemi folë me familjarët e tyre, pra kemi pasur raste të ndryshme. Edhe pse ndoshta numri duket shumë i vogël i këtyre intervistave, po neve na ka marrë shumë kohë, sidomos pse të shkojmë deri në qendrat korrektuese për të bërë këto intervista. Nëse shiqoni deklaratat për sa i përket prerjes së kokave dhe gjërave të ndryshme që ka bën, nuk do t'i gjeni ato, vetëm i kemi pyet ata se çka ka ndikuar që ata ta lënë Kosovën dhe si kanë vendosur të kthehen prapa. Pra çka ka ndodhur ndërkohë, nuk i kemi pyetur për këtë gjë.
Dhe ndoshta ka pasur të tillë që kanë filluar me folën këtë drejtim, mirë po ne kemi ndaluar në të vërtetë. Pra kjo nuk është diçka që është po ashtu çdo gjë që është siguruar si informat përmes këtyre intervistave nuk mundet me u përdorë, quhet metodologji e stilit jetesës, pra përdoret shpesh herë në këto lloje të intervistave. Me sigurisë, si që përmenda edhe më herët, institucionet relevante kemi pas përfshira në proces, ata nuk kanë qenë prezent në intervista, mirë po kanë pas qasje në qendrat korrektuese dhe gjatë ullumtimit ne kemi nxjerrë shumë mësime, si që ne bëjmë shumë anketa këtu në Kosovë edhe jashtë Kosovës, mirë po në fakt kjo na ka marrë 3 fish më shumë kohë se sa që do ta merrte një ullumtim tjetër, pjesërisht për shkak të këtyre aranzhimeve administrative që është dashur t'i bëjmë. Për shkak se kur mundoheni që të hyni dhe dilni prej qendrave korrektuese duhet të bëni gjëra të caktuara, të merrni leje të caktuara prap, njerëzit ndryshojnë mendje, nuk dëshirojnë të flasin, duhet të ktheheni prapa. Pra gjithë kjo na ka marrë shumë kohë, sidomos kur shihni se intervista e fundit është bërë në prill, nuk është se kemi ulur në ndërkohë dhe i kemi shijuar diellin, në të njëjtën kohë është dashur që t'i përkthejmë të gjitha ato intervista në gjuhën angleze, t'i analizojmë ato. Pra ka qenë një proces i cili na ka marrë shumë kohë dhe mund të me ju thonë, tani me çka nuk jam e kënaqur se nuk kemi menaxhuar që të intervistojmë shumë familjarë të tyre, ka qenë proces shumë i komplikuar dhe që më ka shkuar mendja se ku mund të mendon një gjë e tillë, pra së pari e pyetni të dënuarin, pastaj ndoshta duhet flisni me familjen, kur ktheheni prapa ata nuk dëshirojnë që të përgjigjen. Kemi pas raste kur njerëzit janë martuar me dikë tjetër dhe kur them ashtu pra ndoshta gratë e tyre të reja nuk kanë dashur me u intervistu, pra kemi pas kufizime të ndryshme që na kanë dalë si barierë në këtë ullumtim. Më lejoni të përmbyll fjalimin tim, duke thënë se këtu në Kosovë ballafaqohemi me të njëjtat probleme sikurse dhe çdo kush tjetër në Evropë, pra kthimi i lutetarëve tuaj është fakt. Janë njerëz të cilët po kthehen prapa në vendet e tyre dhe kjo ndodh për shkak se shteti islamik ka vështirësitë e veta, ndoshta nuk kanë pas ujë të nxehtë, apo nuk e di në të vërtetë faktin pse po kthehen këta persona. Mirë po të gjitha shoqëritë duhet ta pyesin veten se si duhet të reintegrojnë këta njerëz të cilët kanë bërë diçka që për të shumica e shoqërive janë kundër, këtu në Kosovë, sigurisht edhe në shumë vende tjera, kjo gjë konsiderohet si diçka kundër ligjit. Është sfidë e vështirë për administratat botërore dhe për agjencionet e zbatimit të ligjit, sepse në fund të ditës ne nuk dim shumë për këta individë dhe me siguri se pasi kemi bërë këtë pas prezantimit do të dim diçka më tepër në këtë drejtim. Më lejoni të përmbyll fjalimin duke thënë se për momentin e kemi raportin në gjuhën angleze, kemi një kopje në karikën time dhe ne do të ngarkojmë këtë raport në webfaqen tonë në gjuhën angleze nesër dhe prej mesit javës së tutje do t'i merrni edhe kopjet e printuara. Jemi duke punuar në përkthimin në gjuhën shqipe dhe serbe, mirë po jemi duke përkthyer vetë, kështu që do na merr shumë tepër kohë se sa që na kishte marrë. Përndryshe, po dëshirojmë që ta bëjmë pra përkthimin vetë, kështu që duhet keni edhe pak sa durim dhe duhet po ashtu të paralajmëroj edhe 2 tjera. Faleminderit shumë. Që sot këtu me ne gjendet edhe shkëlqësia e tij kryeministri Ramush Haradinaj. Zotëri kryeministër, fjala për ju. Mirëditë. Dobar dan, good afternoon. It is important. Është e rëndësishme që të shtoj se është bërë një punë e mirë dhe na duan një punë shumë e madhe substanciale që do të theksojmë më tepër shkaqet pse këta persona i bashkangjiten.
aktiviteteve të tilla, luftrave apo ideologjive që në një mënyrë tjetër janë kërcënim jo vetëm për të tjerët, por vetë për ata dhe për familjet e tyre. Kështu që fjalimi im do të mbahet në gjuhën shqipe, besoj se kosovarët duhet të dëgjojnë në mënyrë precize opinionin tonë rreth asaj se çka është bërë deri më tani dhe cilat janë çaqet tona. Që jemi bashkuar sot në rastin e publikimit të raportit që ka bërë UNDP, një raport i cili vërtet na ndihmon me kuptue edhe më direkt shkaqet, arsyet, rrethanat pse i bojnë të rritë e Kosovës, të rritë e trejat, ose pse ka ndodhur që të rritë e Kosovës mi u bashkue lëvizjeve, luftrave, ideologjive, të cilat jo vetëm i rrezikojnë të tjerë, por i rrezikojnë ata vetë dhe familjet e tyre. Pra është tepër më rëndësishme. Për këtë arsye, edhe unë dëshiroj që të falenderoj zonin Alessandra Rakasalvo, pra UNDP-n, falenderit shumë. Nikosisht shpreh falenderim për prezencë edhe ambasadorit të Shtetit Bashkuara të Amerikës, zotit Delavier, shefit i UNDP-s, komandantit korit, ambasadorëve tjerë të nderuar, ministrave, gjithë ju prezent. Mendoj se ajo që ka kalu Kosova në këto 20 vite, që ishte një hapje, pra hapje edhe në pluralizëm, hapje në liri, hapje në ide, pra një hapje në mundësi, një liri e mohumen, të kalumen, i ka shërby Kosovës jo vetëm me identifiku vlerat e veta të mirëfillta, por edhe me definu vetën. Tani Kosova vërtet është e definuar si një vend atë dhe i gjithëve që jetojnë në Kosovë, i shqiptarëve, si shumicë, si komuniteteve etnike, dhe njëkohësisht Kosova e ka definu veten edhe si atë dhe i vlerave me cilat ne mburremi, edhe i diversitetit, pra i diversitetit edhe fetar, edhe etnike gjuhësor. Ideja se Islami është i rrezikum në Kosovë është ide false, pra është ide e shpikun, edhe është ide e eksportume, pra ardhme në Kosovë, për atyre që kanë definue networkin islamist si mënyrë me zbatu agjendat e tyre, që në agjenda që kanë për qëllim, pra direkt rrezikimin e të tjerëve, dhe këte jo vetëm rendin shoqëror e institucionit, por rrezikimin e qytetarëve, atyre të pafajshëm dhe të fëmijët. Mendoj që në Kosovë tash gjithë ne kemi të qartë, pra që nuk është bo luftë për me zhvillu islamin, as me mbrojt islamin në Kosovë, as me rrite me kultivu, sepse islami, e feja islame, muslimanizmi në Kosovë, është tradicional, ka qenë respektuar, s'është rrezikuar asnjëherë, ka bashkëtu me fetë tjera, edhe me kishën katolike shqiptare, edhe me kishën ortodokse, edhe me tarikatet, edhe me gjitha ato besime tradicionale në vend, gjatë që dëshmua dhe sot me votimin në anë part ligjit për lirit fetare në Parlamentin e Kosovës, pra thjesht se përhapja e ideologjisë fetare, përhapja e ideologjisë islame nuk është bo në shërbim të fesë, nuk është bo për fenë, nuk ka për qëllim fenë, po është agenda ta quaj edhe një herë e rrezikshme, është rrezikon Kosovën, rrezikon njerëzit e Kosovës, edhe Kosova me drejt duhet me ditë me i thonë jo një projekt i tillë i cili e vendos Kosovën në hartën e gabume. Edhe këtë e vërteton numri i trive tonë që kanë mbrije deri në luftrat po e quaj ashtu absurde, luftrat që rrezikojnë jetën e gjithëve edhe në projekte që janë rrezik për vendin tonë. Pra, kjo nuk është vetëm për faktin se në Kosovë shumica e popullsisë, rasti konkret ne shqiptarët kemi identitet dhe bashkëtojmë me besimet fetare pas një problem në kalumen, por duhet ta kuptojmë se përpos rrezikimit identitetit tonë që bëhet si shqiptarë dhe si trashëgimtarë besimeve fetare që i kemi brenda nesh,
unë isha në Korçë para 2 dite, vizitova katedralen pra shqiptare të kishës ortodokse shqiptare, dhe këta janë shqiptarë. Pra ideja e plasimit të një islami radikal në Kosovë nuk bëhet për shkak të fesë, po është krejtësisht agende sponsorizume në dvorkeve që janë armiqësore ndaj Kosovës. Edhe Kosova me plot drejt duhet të jetë e guximshme me i thonë jo këtyre agendave. Mendoj se këtë jo duhet t'ja themi gjithë familjet, institucionet e arsimit, institucionet e vendit, këtë jo duhet t'ja thonë besimtarët, pra ata që janë besimtarë, që besojnë në Zot, që besojnë në Kur'an, që besojnë në Bibël, që besojnë cilin do libër të shejt, por po ashtu në këtë jo duhet jemi të vendosur, edhe këtë jo do ta thojnë edhe organet e rendit dhe të ligjit. Pra nuk muj me tolerun pa kufi, edhe nuk muj me lejun pa kufi që në brenda nesh në popullin ton, të trit ton, ashtu si edhe e gjejmë në këtë raport të përhapen ideologji të rrezikshme që qojnë ka terrorizmi dhe që qojnë ka rrezikimi i jetës njerëzve tonë. Mendoj që jo të gjithë kanë qenë nivel detyrës në kaluamën, edhe mendoj që sot situata është ndrysh, e pse e them është ndrysh, mendoj që vetdia në Kosovë është ngrit. Pra sot kemi të bëjmë me një vetdije shumë më të ngritur në nivel të vendit, si të rit, pra si të familjet, si të besimtarët, si të bashkësitë fetare, mirë po është ende, po e them ashtu shqetësuese, një gjuhë propagandistike, naste caktume, e disa prej imamve, ose e disa prej të ashtuqujturve imam, të cilët vazhdojnë me përhap ideologji të rrezikshme, që rrezikojnë jetën e njerëzve të pafajshëm, edhe që rrezikojnë pra me i bo pjesë të luftave terroriste të rritë e vendit tonë. Edhe kjo është e pa tolerueshme, s'bën me u toleru në Kosovë. Tani Kosova është atë dhe i gjithë, edhe ne jemi të gatshëm me i riat besu ata që kthehen, në bashkë ligjit, në bashkë obligimeve që kemi, edhe Kosova është aftësuar për këtë. Kosova që është atë dhe i gjithë, po ashtu e merr përgjegjësinë me siguru jetën e secilit e secilës, edhe me siguru sigurinë publike në vend. Du të falenderoj organet e rendit, e sigurisë publike, e partnerët e institucioneve tona në rend dhe ligj, për një punë vërtet dobishme që bojnë, që Kosova të jetë vend i sigurt, edhe ju ftoj që në këtë bashkëpunim, pra të jemi vërtet besnik, sikurse edhe deri me tani. Unë kam shumë për me thanë, por ajo që du t'ju them është se nuk mundet kërkush me i mashtruan pa kufi qytetarët e Kosovës me këto ideologji. Në Kosovë kanë kuptu që këto janë ideologji të rrajshme, që kanë për qëllim rrezikimin e jetrave të njerëzve të pafajshëm dhe që janë armiqtë të Kosovës, edhe mendoj se kur e lexojmë edhe këtë raport deri në fund, e kuptojmë se si është manipulu pra me trit e vendit tonë, edhe e kuptojmë përgjegjësinë që e kemi gjithë që të ndalim pra këtë manipulim. Ju faleminderit. Ju faleminderit shkëlqësia juaj. Është nder për ne në UNDP që të vazhdojmë bashkëpunimin ton të suksesshëm me qeverinë e Kosovës në këtë fushë. It is my pleasure now to welcome Tani kam nderin që të ftoj ambasadorin e Shteteve të Bashkuara, shkencësinë e tij zotin Greg Delavi për një fjalë rasti. Ju faleminderit shumë, zoti kryeministër, ministra, zonja Rokasalva, general Koçi. Kam shumë kënaqësinë që jam bashkë me ju, besoj që është me të vërtet është e rëndësishme për mua që jam këtu me UNDP-n dhe me qeverinë e Kosovës, dy partnerët kryqëtanët në betejën për kundër radikalizmit. Qeveria jona në banë botës po punon për ta luftuar rritjen e lëvizjeve ekstremisme të dhunshme, duke u përqendruar në sigurinë, kohezionin dhe përgjegjësitë e përbashkëta. E për ta luftuar këtë problem global është thelbësore që të gjithë të punojnë bashkërisht në përpjekje të bashkërenditura. Jam me të vërtet i kënaqur me punën e të gjithëve të përfshirë në këtë raport, i cili ka dhjetra analizë dhe rekomandime të hollësishme për nxitësit që ndikojnë në luftëtarët në konfliktet e huaja nga Kosovë, sepse ofron
ky raport disa informata thelbësore dhe vështrime kyçe të diskursit publik për faktore të nxitës që i shtyjnë individit për t'u bashkuar konfliktet të huaja dhe për të përfshirë në aktivitete edukale. Por, në veçanti, ky është studimi i parë drejt për luftar terrorist në konfliktet e huaja në Kosovë dhe ofron një bazë të rëndësishme të dhënave për kauzat fundamentaliste që i motivojnë këta individ për t'u bashkuar rrjeteve radikale. Por, të qenë plotësisht efektiv, ne duhet t'i parandalojmë ekstremistët që të mos i radikalizojnë, rekrutojnë dhe frymëzojnë të tjerët për dhunë. Prandaj, ky raport na ndihmon për të mësuar shkaqet që i motivojnë individët për ta lënë vendin e tyre për të luftuar në një konflikt huaj dhe duhet të mundsonte hartimin e programeve më të përshtatshme dhe më efektive për parandalimin, por edhe për të ndërhyrë në ndalimin e radikalizmit. Ky raport nënvizon jo vetëm arsye themelore pse njerëzit shtyten për t'u bashkuar konfliktet e huaja, siç janë sfidat ekonomike dhe mungesa e kapaciteteve shtetërore, por diskuton edhe për mënyrat e udhëtimit, si dhe çka është më e rëndësishme, çka ndodh kur ata kthehen në vend. Kuptimi i sfidave me të cilat përballen luftarët që kthehen nga konfliktet e huaja dhe qytetarët e Kosovës është kritik për të ndihmuar qeverinë në trajtimin e përpjekjeve për reintegrim, për të cilat foli edhe kryeministri pak më herët. Por, sigurimi që individët kanë burimet e tyre të përshtatshme dhe mundësitë për të reintegruar në komunitetin dhe shoqërinë e tyre është qenësor për të ndërtuar komunitete të fuqishme dhe të qëndrueshme. Ky ulumtim tregon se duhet të vazhdojmë punën e rëndësishme që të gjithë ne po e bëjmë në investimin në trinj, gratë, bashkësinë dhe shoqërinë civile. Sepse, po ashtu ky raport vën në pas se ekstremistët e dhunshëm vazhdojnë të përhapin rrëfimet e tyre, porositë dhe ideologjinë e tyre për t'i vënë në shënjes të rinjtë e pakënaqur, të papunë ose pa ndjenjen që përkasin dikun. Duhet të vazhdojmë të investojmë në të rinj për të siguruar që të mos përkulen para këtyre presioneve. Dhe duhet të investojmë në komunitetet që t'ju ofrojnë burimet e duhura për të përballur me radikalizmin. Sinqerisht shpresoj që hulumtimi i prezantuar sot do të përdoret për t'ju informuar politikbërësit këtu në Kosovë për të përmirësuar programimin e donacioneve. Po ashtu këto informata do të përdoren si platformë për veprimtaritë e rehabilitimit dhe të integrimit të arshëm dhe do të ofrojë një drejtim strategjik për planin e veprimit të Kosovës rreth luftimit të ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit. Jemi shumë krenar që po punojmë me qeverinë e Kosovës, me ju ndepin në këtë nismë rëndësishme dhe mirëpresim bashkëpunimin në të ardhmen për ta mposhtur përhapjen e ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë. Ju faleminderit shumë. Your Excellency. Faleminderit shumë shkëlqësia juaj për këtë adresim. Shpresojmë që të ta vazhdojmë bashkëpunimin ton të suksesshëm edhe në të ardhmen. Alen Lapon, menaxheri i projektit i UNDP-s për projektin e sigurisë dhe do t'i prezantoj disa prej pikave kryesore të këtij raporti. Thank you very much. So, the title of the report is on the board, Understanding the Pull and Push Factors in Kosovo, or should we call it Motivating and Enabling Factors, primary interviews with returned foreign fighters and their families. Well, first of all, I would like to start with this, because the main finding of the researchers was, from the people interviewed, that the path we followed was not a positive one. Outline of the presentation. First of all, let me talk a little bit on the methodology. Pikë së pari me lejoni të flas për metodologjinë dhe pastaj do të flas për faktorët shtytës dhe pastaj do të flas për ata që i kanë të rikur prapa, për gjithashtu do të flasim për arsyet pse gratë bashkon lëvizje dhe në fund parandalimin e ekstremizmit. Pikë së pari mendoj se hulumtimi tani ma ka treguar në nivel global se nuk ka ndonjë profil të caktuar të individit të radikalizuar. Kjo do të tregohet edhe në të gjeturat e këtij hulumtimi, edhe nuk ka qenë diçka ndryshme që ka dalë. Për sa i përket sfidave socio-ekonomike, ka krijuar pra disa cënueshmëri tek individët caktuar dhe pastaj ata janë bashkuar procesit të radikalizimit, si thashë më herët, kjo fushata të rekrutimit kanë luajtur rol serioz në këto cënueshmëri.
Pastaj të njëjtat procese të socializimit dhe faktor të identifikimit kanë mundësuar këtyre personave që të i bashkangjiten grupeve ekstremiste dhe të shkojnë deri në Siri. Më parë lejoni dhe në fund të prezantimit me lejoni të adresoj vetë metodologjinë. Metodologjia në të vërtetë është përbëhej në fakt prej 3 pjesëve. Pikë së pari kemi pas hulumtimet paraprake që të shohim se çka është publiku deri në atë kohë dhe gjithashtu gjatë këtij hulumtimi paraprak jemi përballë me disa hipoteza të cilat janë përdorur gjatë punës në terren dhe në intervistat e gjysmës strukturuara të cilat kanë adresuar çështjen e luftëtarëve të kthyer të huaj dhe familjarëve të tyre. Kështu që ka pas intervista personale me kosovarë të cilët kanë udhëtuar në Siri dhe Irak dhe ata të cilët janë dënuar për terrorizëm. Pastaj kemi bërë analiza të mësimeve të tjera, nëse mundi me pa në anën majtë slide-it, jemi qenë në gjendje që të intervistojmë 6 persona të cilët janë duke vuajtur dënimin, 3 të kthyer nga Siria të cilët nuk kanë pas ndonjë akt akuzë të ngritur ndaj tyre, një prej tyre ka qenë në proces të apelit dhe 3 familjarë të këtyre luftëtarëve të huaj të kthyer. Kështu që ka dhe më tepër kemi përdor edhe metodologjinë të cilën e përmendi Alessandra gjatë fjalimit të saj. Çka na thon shifrat? Pa i këto të dhëna janë kur ka fillu hulumtimi në fillim e di se ka pas disa shifra të përditësuara të cilat kanë ardhur prej policisë së Kosovës, mirë po dëshironi me u bazu në këto të dhëna sepse tërë struktura është bazu në ato. Kështu që 335 kosovarë kanë udhëtuar në Siri dhe 253 prej tyre ishin në meshkuj, 55 femra dhe 27 prej tyre ishin fëmijë. Kështu që se shikoni këtu ka diferencë të madhe ndërmjet shifrave, pra sepse ka pas edhe fëmijë të cilët kanë linë në zona të konfliktit që nuk janë këtu dhe ka njerëz të cilët janë munduar që të dalin dhe janë dalë në kufi. Pra për këtë kemi të paraqitur këtë diferencë në shifrat që kanë dalë prej policisë dhe shifra dhe të dhënave tjera. Për sa i përket të grup moshave që janë synu, këto grup mosha kanë qenë prej 18-28 vjeç dhe kanë qenë diku 140 luftëtar për 1 milion popullsi, 20 individ kanë shkuar edhe më herët në Siri dhe me duke bazuar në profilet e riskut të tyre, të cilat janë zhvilluar në bashkëpunim me policinë kufitare. Në atë kemi parë nga databaza se 72% prej tyre janë të papunësuar. Këto të dhëna nuk përfshin edhe njerëzit të cilët kemi intervistuar sepse pjesa më e madhe prej tyre kanë qenë të punësuar para se të largohen. Pra ka diferenca në databazë ndërmjet këtyre shifrave. Kështu që gjithashtu mund të shikoni edhe shpërndarjen e njerëzve të cilët janë jaruar në këtë harp dhe mundoj se ta vinë prej tërë Kosovës edhe pse vendet në të cilat ka më tepër rekrutim dhe prej nga janë rekruar më së shumti këta të luftuar kanë qenë pjesë të Kosovës afër kufirit me Maqedonisë dhe dhe pse Prishtina është pra kryeqytet, nëse kalkulojmë me numrin e banorëve, Prishtina nuk është në top 5. Kur janë larguar tamam dhe prej cilës komun kanë dalë, siç e shikoni në këtë slide, në të vërtetë largimi ka filluar në 2012 dhe pjesa më e madhe kanë dalë pastaj edhe në 2013, në njëjta ka vazhduar në 2014 dhe ka pas rënje shumë të madhe në 2015. Me siguri se ka pas 2 aktivitete që janë zhvilluar në këtë periudhë ndërmjet 2014 dhe 2015, dhe në të vërtetë këto ishin operimet e bazuara në inteligjencë që zhvilloheshin nga policia e Kosovës në një rënd, mirë po gjithashtu duhet ta dim se në 2014 kalifati i ISIS-it ka deklaruar
Pra, ISIS ka deklaruar kalifatin e vet apo shtetin islamik, kështu që ka qenë gjysma 2014 në atë kohë, kështu që në 2015, siç e shikoni, pjesa më e madhe e grave kanë lënë vendin në 2014. Edhe jo në 2012 dhe 2013 dhe mendoj se kjo ka të bëjë edhe me audiencat e targetuara që kanë qenë të selektuara për rekrutim në periudhat të caktuara kohore, sepse në fillim ata në të vërtetë nuk rekrutonin gratë. Gjithashtu të dhënat tjera, rreth 62 meshkuj janë raportuar se janë ngrënë në zonat e konfliktit dhe 123 kosovar janë kthyer në Kosovë, prej tyre 114 meshkuj dhe 6 femra. Matej, faktorët të nxitës që kanë ndikuar do të kalojnë për këta faktor një nga një dhe do të japë edhe disa komente shtesë rreth këtyre faktorëve shtytës. Pikë së pari, ajo që ka dalë ka qenë mungesa e mundësive që i ka shtyrë që të dalin prej Kosovës. Pastaj niveli ullt i shkollimit, mund të shikoni gjithashtu se disa prej tyre adresojnë edhe shkatësit për të menduarit kritik dhe problemi identitetit, pastaj ndjenja se janë të lënë jashtë, pastaj sidomos diskriminimi, stigmatizimi pra ajo që ka mendojnë se është mënyra thelbësore praktikimit fesë islame, pastaj përjetimi i dhunës, disa prej tyre veç kanë përjetu dhunë në të kaluarën e tyre, pastaj rrjetet e rekrutimit aktiv që ishin në fazë operative, gjithashtu influencuesit karizmatik, shoqata të ndryshme, pastaj njësit e këtyre shqiptarve që punonin vetë në zonat e konfliktit, narrativa apo tekstet kontekstualizuara dhe fundit kanalet e komunikimit. Pikë së pari, pra perceptimi mundësive të kufizuara, shkollimi, nivelit të ullët, gjithmonë duke bazuar në pra ato citimet e tyre që paraqiten, pra një prej tyre thoshte se nëse gjëra do të ishin mirë këtu atë njerëzit nuk do të largoheshin, siç mundeni me pa. Pra kosovarët kanë qenë shumë të cënueshëm prej grupeve propaganduese. Radikalizimi, po ashtu është shprehur në raport sepse disa njerëz që janë intervistuar ata thonin se ata kanë pas vend punës, kanë pasur një lloj jete të mirë, mundem me thonë. Dhe këtu për shembull ndjenja për jashtimit për shkak të pikpamjeve religjioze, mendoj se kjo u adresuar nga kryeministri, pra ka pas një urrëtie të paarsyeshme ndaj islamit dhe e kishin ndjenjen se muslimanët shihen sikurse diçka e huaj, pra ajo që ka dalë nga raporti ishte ajo ndjenja stigmatizimit ndaj mënyrës fundamentale të praktikimit të islamit dhe mënyrës së veshjes. Rrjetet aktive të rekrutimit, pra duket se kanë qenë këto rrjete mjaft aktive dhe duket në tërë raportin reflektor një që e tillë, mendoj se disa prej rrjeteve janë ndaluar në vitin 2014-2015, kështu që ky ishte një problem ndërmjet luftëtarëve, influencuesve dhe shoqatave të tyre dhe koordinatorëve lokal. Gjithashtu do të shkojmë tutje, është edhe një slajd tjetër i cili tregon rrugën se si kanë ardhur deri tek zona e konfliktit. Pra këtu, pra rrjeti aktiv i rekrutimit apo procesi i udhëtimit të tyre apo arritjes në Siri ishte pak a shumë i njëjtë për të gjithë, në të vërtetë bazohej në këtë
në këta hapa që janë të paraqitur në grafikon. Pikë së pari është si zhvillu procesi nëse dëshironi me shku në Siri apo jo, pastaj ndërlidheshin me koordinatorin, ju vinte data udhëtimit prej një kontakti të caktuar dhe pastaj fluturonin vet apo me grupin deri në Stamboll dhe lidheshin me dikë tjetër në Stamboll. Pastaj vazhdonin të udhtonin vet apo me grupe deri në kufirin me Siri, kalonin kufirin me dikë që i shoqëronte dhe pastaj ndërlidheshin me njësinë e shqiptarëve që janë aktiv atje në Siri, trajnoheshin dhe pastaj disa prej tyre shkuan drejt në betejë sapo kanë mbri. Pastaj pushonin në baza periodike dhe zakonisht pastaj ktheshin në Kosovë brenda 10 viteve për shkak të probleme me viza me Turqisë, për ndryshe nuk mundeshin me kalu kufinin. Pastaj influencuesit karizmatik, dhe mendoj se në këtë rast disa prej këtyre rrjeteve veç se janë diskutu, pra u përmend se disa prej imamëve apo njerëzve të cilët janë influencues kanë studiuar së bashku me ata persona jashtë apo kanë lidhje të ngushta me ta, pra kjo është dokumentuar tani më edhe nga ana mediave në disa raste, sikurse në rastin e sulmit në lojën e futbollit në Shqipëri vitin e kaluar. Kështu që mund të shikoni këtu disa prej shembujve të njerëzve apo të shoqatave të cilët ju mbani zgjerata të tjerëve dhe disa prej tyre veç kanë vdek në Siri. Pastaj bashkëndjenja për viktimat, disa prej tyre thanë se ne në të vërtetë bashkëndjejmë ata dhe për shkak të gjërave që kemi parë në internet dhe fëmija im thonin për shembull është arqeja kryesore pse janë largu, disa prej tyre thonin se janë larguar për shkak të shkaqeve humanitare. Pastaj tekstet të ndryshme që janë dhënë këtyre personave, mendoj se ky është një element i fuqishëm i këtyre fushatave të rekrutimit. Pra ka persona të cilët kanë ndikuar shumë e ka pas sukses në rekrutimin, pra shqiptarët janë të njohur si luftëtarët, prej luftëtarëve më të fuqishëm menjëherë pas çeçenëve. Dhe gjithmonë kur është bërë deklarata apo shpallja e shtetit islamik, kjo është përkthyer në gjuhën shqipe. Lajmërimi për aventurën e të lëndit të shtëpisë dhe udhëtimit drejt zonave të konfliktit, pra ka pas edhe një faktor që i ka shtyr të rinjit kosovar për të udhëtuar në Siri. Këtu mund të shikoni disa prej fotografive që janë publikuar në YouTube dhe në media sociale, fotografi që tregojnë tër grupin së bashku. Pastaj koniza religjioze, religioni në rrezik dhe identiteti i tyre ka pas arsye të ndryshme të karakterit religjioz, të cilat përmendeshin si arsye për të shkuar në Siri, ndërlidheshin me identitetin e tyre dhe interpretojnë me aspekte të ndryshme të jetës së tyre. Dhe ata thonin ata shiheshin pra si radikal, mundeni me pa disa citime rreth kësaj citimi pa që të kam shkuar në Siri që të rri statusin shahidit në emër të luftoj në emër të Allahut e kështu me radhë. Pastaj kanalet e komunikimit dhe mendoj se ka shumë gjëra që janë publikuar online për radikalizimin dhe ky raport në të vërtetë ka treguar se radikalizimi online apo në rrjet nuk është edhe aq i rëndësishëm në mënyrë të drejtë për drejtë, mirë po ka pasur një eko hapësirë apo që ka dhënë mbështetje pjesës narrative. Kështu që ka pas shumë komunikime personale gjatë rekrutimeve të këtyre personave për të dalë, për të shkuar në Siri.
Dhe pastaj arsyet pse gratë janë bashkuar me këto lëvizje ekstremiste, sipas asaj çka kemi dëgjuar ne nga ulëmtuesit, dhe ajo çka shkruan në këtë raport, nuk dallon shumë prej arsyeve që janë paraqit për meshkujt, pra janë përdorur të njëjtat mesazhe për rekrutim të këtyre grave, por gjithashtu thuhet se agjencione që punojnë për të drejtat e grave. Pra gratë të cilat dëshirojnë me utu në Siri, nuk duhet u mohon e drejtë e tyre, pra disa prej tyre nuk është e kanë ndjekur bashkëshortin, kanë vendosur vetë që të shkojnë atje. Pastaj reintegrimi. Pra që ka pas argumente se pra burgosja nuk është mjeti mirë i risocializimit, shumë të tyre është dashur që të kujdesen për familjet e tyre, kështu që stigma ka qenë diçka që është theksuar në këtë rast, mendoj se gjithashtu në të vërtetë si që është treguar në vlerësimin e fundit të komunitetit, mendoj se disa prej tyre se disa komunitete janë friksohen kur ata kthehen në vend, kështu që progresi i rehabilitimit të tyre duhet ta synoj këtë aspekt, dhe ata janë të vetëdijshëm për këtë. Kështu që pikë së pari mendoj se ata e dinë se duhet të kthehen tek familjet e tyre, në lagjet e tyre, në komunat e tyre. Dhe edhe më tutje pra duhet të bëhen pra pjesë e jetës sociale, të marrin pjesë në këtë jetë sociale dhe duhet të bëhet monitorimi se si do të bëhet kjo tutje. Di se është një program në proces si për reintegrimin dhe risocializimin e tyre dhe fillon në Burgje dhe mendoj se lidhja me komuna në këtë rast është shumë e rëndësishme. Në fund të prezantimit tim këtu do të mundohem pra të shikoj nëse ka ndonjë rekomandim që ka dalë prej këtij raporti dhe për është hulumtimi më të tjeshëm të kuptuarit plot të depërtimit të këtyre rrjeteve dhe mendoj se nëse lexoni këtë raport do të përfundoni me një rrjet të vetëm. Mirë, pa ka pas më tepër rrjete e jo vetëm një, kështu që mendoj se edhe njerëzit të cilët kanë folë në këtë raport vinin kryesisht prej një rajoni, kështu që mund ta vreni se janë influencu pra prej të njëjtit rrjet. A ka qenë ky rrjet i vetëm apo ka më tepër rrjete të tilla? Mendoj se kjo mundet me u pasi një iniciativë ndoshta që mundet me u zhvillu kundër terrorizmit, po prapë hulumtime duhet të zhvillohen për të kuptuar më mirë ideologjinë radikale prapa këtij procesi, jo domosdoshmërisht vetëm një rrjet dhe cila është ideologjia radikale. Gjithashtu si pjesë e strategjisë është që të ndërmerren masa për ta fuqizuar gruan dhe nëse këto gra do të ishin detyruar që të shkojnë në Siri, pse ka ndodhur një gjë e tillë, a mundemi me fuqizuar ndoshta ato më tepër, që të kenë pra të drejtën të thonë jo. Pastaj kemi të bëjmë me zhvillimin e udhëzimeve të qarta për gjyqtarët dhe institucione tjera, pra ky do të ishte një propozim për trajnim të më të tjeshëm të gjyqtarëve në mënyrë që ata ta zbatojnë ligjin që mbulon çështjen e qytetarëve të cilët shkojnë të luftojnë në luftat e tjera dhe në fund duhet të zhvillojmë një strategji të qartë komunikimi dhe mendoj se kjo është më së rëndësishme se duhet të rezultojë me një strategji, me një qasje që do të zhvillohet prej shumë institucioneve në nivel qendror dhe lokal dhe pastaj t'i deformojmë këto pjesë narrative. Dhe duhet të zhvillojmë edhe komunikimin në raste të krizave, në raste se ndodh ndonjë incident. Kemi pasur raste të tilla që kanë ndodhur kudo në botë.
Pastaj investimi dhe në rritjen e mundësive për mundësim dhe rritja punësueshmërisë për fuqinë punëtore të Kosovës dhe shohim se grup mosha e synuar ishte 18 deri 28 vjeç, pra janë të rinj të cilët mundohen që të krijojnë të ardhura për familjet e gjithashtu shërbime tjera të cilët u ofrohen të burgosurve. Kështu që në këtë rast do të duaj që udhëzimet të zhvillohen prej institucioneve relevante për të treguar se si do të alokohet kjo mirëqenie sociale dhe kur po ashtu. Dhe pastaj mendoj se kjo është e fundit, po një mbështetje specifike psikosociologjike për këto familje dhe këta luftëtarë të kthyer dhe kjo nuk do t'i adresonte vetëm luftëtarët që janë në burgje, mirë po dhe familjet dhe fëmijët të cilët supozohet të kthehen. E dim se ka shumë gra dhe fëmijë ende atje. Dhe disa prej këtyre fëmijëve ndoshta janë indoktrinuar deri më tani apo janë në influencë apo në gjendje të çrregullimeve të ndryshme, kështu që ndoshta u duhet ndonjë asistencë mjekësore e cila duhet t'ju sigurohet atyre. Kështu që kjo është një lloj përmbledhje e rekomandimeve që desha me i prezantu në fund. Thank you, Alen. Faleminderit, Alen. Tani do të kemi disa komente, disa pyetje lidhur me raportin. Alessandra dhe Aleni janë në dispozicionin tuaj. Mike, Please introduce your... ju lutem prezantohuni. Cilin organizat e përfaqësoni dhe kujt pia drejtoni pyetjen? Dhe nga Instituti i Kosovës për Studime Ndërkombëtare. Përshëndetje edhe një herë, Bedre Lezi nga Instituti i Kosovës për Studime Ndërkombëtare. Fillimisht e vlerësojmë punën e UNDP-s, edhe pse ishin informacione kryesisht nga burimet të hapura dhe institucionet të Kosovës, por megjithatë kishim 8 persona të intervistuar, nga 335 sa pretendojnë se kanë marrë pjesë në këtë luftë. Ne mendojmë se është shumë e rëndësishme, ndoshta komunikimi me opinionin në lidhje me shifrat apo edhe arsyet e pjesëmarrjes në luftat të huaja, por duke pas parasysh se opinioni kosovar ka një inteligjencë mjaft të theksuar, besoj se duhet kemi një kujdes të veçantë tek prezentimi numrave apo i personave të vrarë atje. Për shembull, edhe pse ishin të dhëna nga Policia e Kosovës, ne kemi pas dëshirë të dimë se në çfarë mekanizmi apo çfarë metodë është përdorur për matjen apo për numrin e të vrarë atje në Siri, që thuhet se është numri 55. Dhe dyta, sa do të jetë e mundshme hulumtimi edhe më tutjeshëm, kur kemi edhe rreth 325, aso po mbeten 327 personat e tjerë për të intervistuar. Përndajt. Sa i përket pyetjes së parë,
Të dhënat janë të dhënat zyrtare prej policisë së Kosovës dhe nuk mund të ju përgjigjem ndryshe. I kemi të dhënat zyrtare prej policisë, ato që i kanë ata përmes se kush ka vdekur, sa njerëz ka vdekur në konflikt. Kurse sa i përket pyetjes së dytë, po, do të dëshiroja që ta vazhdojmë këtë, është me të vërtet merr shumë kohë. Prandaj të gjitha këto intervista që janë bërë, na kanë dashur 3 muaj vetëm që t'i aranjojmë. E hulumtimi, masanena, hulumtuesit do të kthehen sërish në dhjetor, do ta kemi një tryez të rumbullakët dhe mund të vini atje dhe nëse dëshironi që të keni intervista deri në 100 intervista, a duhet më shumë se një vet. Nuk mendoj që është e dobishme një gjë e tillë, prandaj kemi bërë disa të përzgjedhje, por nëse atëherë mund prapë dhe nëse dëshirojmë që të kemi vetëm grupet e caktuara, atëherë na nevojiten 6 muaj. Por zakonisht ne kemi vetëm 3 muaj për një raport në UNDP. Për këtë arsye do të na duheshin shumë njerëz, 3 fishi njerëzve, tjerë fishi kohës. Për këtë arsye vetëm i masim vetëm kapacitetet tona, por fundja janë këto edhe të dhënat të cilat i marrim prej policisë thjesht. Po, do të dëshironin që ta vazhdonin, por. Nëse e kam kuptuar si duhet, një prej fakteve interesante që i dëgjova nga prezantimi i Alanit ishte se kanë shkuar në udhtim për 90 ditë për shkak të kufizimeve të tyre për viza. Pra ata kanë bërë më shumë se një udhtim, i njëjti person, ka udhtuar më shumë se një herë, dhe si është kjo e mundshme? Të udhtojnë atë shumë herë pa u vrejtur prej policisë kufitare apo prej policimit të bazuar në inteligjencë. Kjo është një nga citatet që na janë dhënë, ata qëndronin 90 ditë, sepse kishte edhe prej tyre që dëshironin me u kthy në fund. Ka dhe të tjerë të cilët kanë vazhdu me qëndru atje, pra jo të gjithë ktheheshin brenda 90 ditëve para dhe prapa. Mirë po, sepse ka pas edhe prej atyre që kanë dashur me planifiku jetën atje dhe dëshironin me qëndru atje, kështu që nuk me rakuseshin shumë për ata fatin 90 ditor. Kështu që, si që thash, ka pas qytetarë të cilët nuk janë larguar prej aeroportit të Prishtinës, kanë udhtu diku tjetër e pastaj në Stamboll është tepër vështirë të identifikohen. Pra nëse nuk kanë qenë në mbikëqyrje, është shumë vështirë me ndalë dikënd për mos me udhtu. Për shembull, mundet me thonë se po shkojnë me vizitu vllahun në çfarëdo vendi të botës. Komente. Allow me. Më lejoni që jap fjalën Alessandrës prap për disa fjalë të përmbylljes së këtij eventi. Ju faleminderit të gjithëve shumë për durimin që keni pasur, di se ka qenë pak sa nxehtë këtu në dhomë. Faleminderit për pyetjet që keni parashtruar. Në të vërtetë ne jemi përgatitur me zyrtarin tonë në New York për ditë të tëra për pyetjet vështira që do na parashtroheshin. Mirë po dua t'ju informoj edhe për 2 evente. Me 60 orë ne do të kemi një tryez të rumbullakës për progresin e Kosovës në luftimin e terrorizmit në Bruksel së bashku me disa kolegë të Bashkimit Evropian, po i shoh se disa prej tyre janë ulur atje, pastaj me flamur Sefaj do të na bashkangjitet dhe do t'ju dërgojmë ftesa të gjitha misioneve diplomatike në atë, kështu që mundeni me
Pra e dim se me 6 dhjetor në Bruxelles, ndoshta nuk është ditë e shkëlqyeshme për me tërheq një masë të madhe, mirë po kjo është hera parë që po bëjmë diçka së bashku, sepse mendojmë se në Ballkani perëndimor se jemi disi të veçuar për sa i përket progresi dhe gjëja e dytë që desha ta përmend është se edhe pse do t'ju lajmërojmë tutje, mirë po kjo më tepër ndërlidhet me metodologjinë dhe çështjet teknike, me 12 apo me 13 datë, nuk e di tamam se kur do të mbahet, mirë po mendoj se do të takoni pra me ata ulumtues, mundet me qenë çështje me interes për juve nëse dëshironi të takoni me ta. Ju falenderoj edhe një herë për durimin që keni qëndruar deri në fund. Ju falenderojmë shumë. Nëse keni pyetje tjera, si zakonisht mundeni me na u drejtu edhe me shkrim dhe ne do t'ju përgjigjemi nëse është në fushën e përgjegjësisë tonë, dhe nëse dëshironi të raportoni, atëherë mundeni ta merrni raportin, mundeni më ardhi javën tjetër në zyron tonë, ta gjeni të printuar ose prej nesër mund ta shkarkoni prej internetit. Ju falenderit shumë. Yeah, take the coffee. No, they are leaving anyway. Oh. So I don't.